President of the United States, J.D. Vance, Secretary of State, Marco Rubio, Special Envoy, Zëvendës presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, zoti J.D. Vance, sekretarit të shtetit, zotit Rubio, të dërguarit posaçëm, Witkoff e po kështu edhe të dërguarit për rajonin Jared Kushner. Ladies and gentlemen, Zonja Zotrinj, ju lutem, uroj një mirëseardhjen presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, zotit Donald J. Trump. Well, thank you very much. Faleminderit shumë. Është një ditë e madhe dhe ka shumë njerëz që shohin, sidomos nga vendet të tjera, sepse kemi një grup të madh udhëheqësish të pranishëm e të tjerë të cilët shohin përmes Zoom-it. Shpresoj që ta shijoni. Gjithashtu edhe shtypin që e vlerësojmë shumë e që ka qenë shumë respektues për atë që po bëjmë. Ajo që po bëjmë është shumë e thjeshtë, paqe, quhet bordi i paqes. Një fjalë e lehtë për t'u thënë, por e vështirë për t'u bërë. Ne do ta bëjmë dhe kemi bërë një punë vërtet të mirë. Disa prej këtyre udhëheqësish që janë këtu me ne më kanë ndihmuar shumë gjatë këtij viti të parë. Kemi patur një vit të parë si asnjë tjetër në vendin tonë. Sepse 7-8 luftra, e ndoshta edhe e 9-ta, kanë qenë vështira. Mendova që do të ishte e thjeshtë, megjithatë me luftën nuk e di se çfarë është e lehtë e çfarë jo. Megjithatë, kemi krijuar marrëdhënie të shkëlqyer dhe jemi bërë miq me një pjesë të këtyre njerëzve dhe ta janë njerëz të mëdhenj, udhëheqës të mëdhenj dhe njerëzit që na shohin qoftë nga brenda apo jashtë këtij rrethi, janë të lumtur për ta, janë të udhëheqës të mëdhenj gjithashtu. Jemi në një pikë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë parë kurrë. U thanë që do të duheshin 4 vjet. Na u tha që për ca gjëra do të na duheshin më shumë se 4 vjet dhe kur erdha thanë që në qoftë se do të arrinim ndoshta në një shifër caktuar, atëherë do të mundej të bëjë diçka. Në fakt kemi arritur në 50.000. Gjithashtu në vitin e parë Bordi i paqes është një nga gjërat më të rëndësishme e më me efekt që do të përfshihemi dhe në fakt jemi përfshirë shumë dhe unë jam përfshirë shumë me njerëzit këtu, kemi punuar së bashku për t'ju dhënë fund luftrave me vendet e tjera. Disa luftra kanë qenë 2 vjeçare, të tjera 32, 34, 37 vjeçare dhe i kemi përfunduar ato për çështje ditësh. Megjithatë kemi punë të tjera për t'u bërë dhe po i bëjmë. Gaza është shumë komplekse. Dua të falenderoj Stevin dhe Jaredin për një punë të jashtëzakonshme të bërë, gjithashtu edhe Marco, të gjithë JD, të gjithë po bëjnë një punë të jashtëzakonshme. Është ekipi më i mirë i mundshëm që është mbledhur dhe këtë e shihni edhe prej rezultatave. Jam jashtëmas i kënaqur t'ju uroj sot mirëseardhje në Institutin Amerikan të Paqes për të përuruar ndërtimin e këtij bordi të paqes. Mendoj që është një bord paqeje me kaq efekt dhe në kuptimin e prestigjit nuk mendoj se ka pasur tjetër të barabartë me të. Ta janë udhëheqësit më të mëdhenj të paqes. Pra,
Ne duam që themi që ky është bordi më prestigjos i mundshëm që është bërë bashkë dhe kam parë në fakt borde të mëdha korporatash, borde të tjera shumë të mëdha që janë gati asgjë në raport me këtë bord. Së pari sepse janë krerët e vendeve të cilët janë të pranishme këtu. E me që ra fjala, Kupa e Botës në futbol ka shitur çdo bilet të mundshme në histori. Ndoshta ajo gjithëve do t'ju pëlqej, po askush nuk e ka parë një shitje të tillë, dhe kështu që urime, mendime shumë të mira. Dua të falenderoj shumë udhëheqës të cilët kanë udhëtuar nga distanca të mëdha për këtë takim të rëndësishëm që po zhvillojmë sot. Në fakt, ky është bordi i paqes, nuk dinin ç'emër t'i vinim, madje Marko donte ta emërtonte sipas ne, po unë nuk e dija, betohem që nuk e di domethënë. Ndoshta mund të përfitojë në një para, mund të përdor ca para, por unë pash dhe askush nuk e beson në fakt, kur pash emrin Donald J. Trump në ndërtesë, në fakt askush nuk e beson, megjithatë e vlerësoj, ishte Mark Rubio, J.D. Vance e të tjerë, por kjo më bën që të punoj më fort. Këtë e kanë ndërtuar, është ndërtesë e re, ndërtuan për paqe, por askush nuk ka qenë këtu. Me arkitekturën e vet të jashtëzakonshme, me salla të mëdha, me zyra të mëdha. Po, ndoshta është ndërtuar pa pasur askënd në mendje, asgjë në mendje. Pastaj Marko erdhi një ditë dhe tha, kjo ndërtesë është e shkëlqyer, dhe e mori për vete, po themi. E mori për vete. Marko, e vërtet që e more vetë, u e more ca grupeve tjera shumë shpejt, por është një ndërtesë ka që bukur. Ne punojmë së bashku për siguruar një të ardhme të shëndritshme për popullin e Gazës, të lindjes mesme më qërë, sepse janë më së shumti udhëheqësit e vendeve nga mbar bota dhe shumë bujar, po kështu, ndërkohë që edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës aktualisht janë shumë bujar me para, sepse nuk ka gjë më të rëndësishme se sa paqja. Në fakt, do të kam një njëri që po buzëqesh aty sepse normalisht patëm një luftë e cila përfundoi prej 32 vitesh. Ai erdhi në zyrën time dhe më tha që kam 22 vjet apo 23 vjet që luftoj, dhe ajo çfarë kam bërë gjithë jetën është të luftoj këtë zotëri. Dhe ndërkohë dikush tjetër tha, unë kam 7 vjet dhe zgjidhem për 24 orë dhe mendoj që është bërë marrëveshje mirë paqe dhe më duket se janë bërë dhe miq, nuk e di, lejohem ta them këtë gjë, po më duket se janë bërë miq. Ngriuni. Po, ngriuni. A këta janë vërtet dy zotrinj të vështirë, mendoni që ishte e lehtë, nuk ishte e lehtë, sepse këta janë njerëz të mirë, por fort të vështirë. Megjithatë, nga ana tjetër, pra dy tryeza tjetër. Mund t'i afroni, nuk do t'ishin shumë rahat, sepse, pra në dhomën ku ishim në sallën që isha, mund t'i afroni këto tryeza, i thash kur po takoheshim, i afruan, arritëm një marrëveshje, u përqafuan dhe patëm paqe. Midis dy vendeve shumë të rëndësishme, dhe unë nuk e harroj, sepse nënshkruan këtë marrëveshje dhe u bën të dy më të fortë. Ju më t'jeni vërtet krenar për veten tuaj. Në 32 vjet.
Thank you very much. But we're honored to be joined today by Jemi të nderuar që janë me ne sot Kryeministri Rama nga Shqipëria. Presidenti, ku është presidenti? Milei. I endorsed him. I'm not supposed to be endorsing people, Në but fakt, when I like people, kam mbështetur, në fakt nuk duhet të mbështes njerëzit, po në fakt kur më pëlqen njerëzit, kur shoh që ata kanë bërë gjëra të mira, unë vërtet mbështes brenda Shtetit të Amerikës kandidat, por edhe udhëheqës të vendeve të tjera dhe kam mbështetur këtë zotëri Milei. Ishte pak larg sondazheve, por arriti natyrisht që të fitonte. Ndërkohë që edhe në Japoni po kështu, edhe ajo që fitoi në Japoni, fitoi në mënyrë mbizotruese. But the endorsement seems to be working in foreign countries too, so that's good. But nice to have you both, Victor. Nice to have you both. Very proud of you. The Prime Minister, another really just a great guy. Njëri tjetër Armenia. Jashtëzakonshëm i Armenisë. Presidenti Aliyev i Azerbajxhanit. Më pëlqen shumë ta them të emër tani në fillim e kisha shumë të vështirë, po tani më pëlqen ta them sepse është një emër shumë i bukur. Madhëria e tij, mbreti Ahmad i Bahreinit. Bahrein, faleminderit. Ku je? He's so rich, he can sit there. He can sit wherever the hell he Është kaq i pasur sa që mund të ulet ku ti do shefi. He can sit up in the corner. He can Mund sit të up ulet aty në krye, mund të ulet take a piece of this building, Marco. Mund edhe të marr pjesë të kësaj ndërtese, Marko. 25% e ndërtesës, 6 miliard. And you've been very generous also. Faleminderit, edhe ju keni qenë shumë bujarë, vlerësojmë shumë. Hun Manet of Kryeministri i Kambodžas, Hun Manet, ku jeni? Përshëndetje, si jeni? Përthime, edhe kjo ishte një tjetër vend me cilin kemi bërë një punë të mirë. Kryeministri Buli i Egjiptit, faleminderit shumë. Të lutem, përshëndet generalin, vice-presidentin tuaj. Kryeministri Orban ai Hungaris, që kam mbështetur plotësisht për të kandiduar. E di që në Europë ndoshta se kanë qef të gjithë këtë mbështetje, por di që ka bërë një punë të jashtëzakonshme, ndryshe nga disa vende. Por dua t'ju them që keni mbështetjen time të plotë e tërësore. E keni pasur, por po e them edhe një herë, po ju afroheni zgjedhjeve dhe uroj që të fitore. Milei në fakt ishte pak mbrapa, por arriti të kishte një fitore masive. Faleminderit shumë që jeni këtu, e vlerësoj shumë, vend i madh. Një njeri që më pëlqen shumë dhe që është vërtet i fortë, nuk dua të luftoj me të. President Prabowo i Indonezisë, faleminderit shumë. I tell you, I said, how many people in Indonesia? E pyeta sa njerëz? 240 million. I said, no, say it again. Sa banor ka Indonezia? 240 milion. Ma thuaj edhe një herë, keni një vend kaq të madh, bëni një punë të shkëlqyer dhe respektoheni nga të gjithë. Faleminderit shumë që gjendeni këtu. Faleminderit shumë zoti president. Presidentin Tokayev i Kazakstanit. Faleminderit shumë. Ju vini nga një vend shumë i bukur dhe i pasur në qoftë se pyet ndokush. Kemi ta njerëz shumë të pasur këtu. Presidenti Osmani e Kosovës, presidente, faleminderit shumë. Edhe ju po bëni një punë të shkëlqyer, faleminderit shumë. Kryeministër Sharif, më pëlqen ky emër nga Pakistani. Kur e njoha, kishte disa luftime dhe natyrisht ai është një general i shkëlqyer, një njeri i shkëlqyer. Jam takuar gjithashtu në kohë me kryeministrin dhe në atë kohë tha
askush nuk e di, por besoj që presidenti Trump shpëtoi 25 milion jetë kur ndali luftën midis nesh dhe Indis. 25 milion jetë mund t'ishte edhe më shumë, ndoshta, por ishte diçka shumë e bukur. E thatë përpara një grupi njerëzish që u larguan, nuk e mendojnë në fakt, po të mendosh për një numër të tillë jetësh, kur lufta kur kishte një luftë e cila po zhvilloi dhe që mund të merrte jetë njerëzish. Unë nuk e njoh ndoshta shumë mirë kryeministrin Modi të Indisë, por njoh Pakistanin dhe kemi bërë marrëveshje të mira që ndoshta dhe i kanë trishtuar pak, i kanë mërzitur pak ata, ndoshta nuk e donë megjithatë. Më pëlqeu kryeministri i cili ishte një luftëtar i mirë, më pëlqej luftëtarët e mirë. Dhe në fakt në momentin atë kohë India dhe Pakistani vërtet po bëheshin gati që të konfliktoheshin me njëri tjetrin me avion e të gjithë dhe unë ju thash në qoftë se nuk ndaleni nuk do bëjmë tregti me ju. Pra, në qoftë se ju nuk e ndalni, atëherë nuk do të bëjmë një marrëveshje tregtare. Dhe kanë shumë marrëdhënie biznesi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Krejt papritur, arritëm që të bënim një marrëveshje, por ju thash që në qoftë se do të luftoni me njëri tjetrin, do të vendos 200% tarifa mbi vendet tuaja, që do të thotë që nuk do të mund bëni dot biznes. Secili prej tyre tha jo, se bëjmë dot këtë. Po, nuk dua që të luftojnë, por kur vjen fjala për të humbur shumë para, ndoshta u kujtuan dhe thana, po ndoshta s'duam të luftojmë. Dhe më pas u arrit në marrëveshje, sepse unë mendoj që ato janë dy vende të fuqishme, dy vende bërthamore, nuk dua ta mendoj se çfarë mund të ndodhte e çfarë mund të ndodhë. Kryeministër, faleminderit, ishte një marrëveshje vërtet e madhe. Njerëzit nuk e kanë ide, ne mund të thonë që ne nuk po luftoni, patjetër që po luftonit. 11 avion u goditën, u rrëzuan. Ne gjithmonë mendoj do të jemi në gjendje që të gjejmë marrëveshje, mendoj që edhe ka patur shumë përparim edhe në marrëdhënie, edhe Modi është një njeri shumë i mirë, një njeri shumë i fortë dhe jam isha shumë krenar për këtë që arrit. Presidenti Pena, një vurri i pashëm, po, kjo nuk do të thotë që duhet të kemi shef, mua nuk më pëlqejnë burrat e gjatë dhe të pashëm. Gratë, ndoshta, po, te burrat s'kam asnjë interes. Mirë, po bëni një punë të shkëlqyer. Shkëlqësia e tij, kryeministri i Katarit, një njeri i madh, i respektuar, që punon me një tjetër njeri të jashtëzakonshëm. Në fakt, duhet të merreni me këto agjencitë e marrëdhënieve publiku sepse ju bëni kaq mirë, po ndihmoni kaq shumë dhe ju paraqesni si të këqij, dhe ju jeni aleat të mirë. Dhe dua që njerëzit ta dinë që Emiri është kaq i kujdesshëm, kaq i mençur, e kujdeset kaq shumë për lindjen e mesme. Ju lutem, dërgojeni përshëndetjet e mia. Pra për çuditë të ca njerëzve që po shkruajnë aty, unë them vetëm të vërtetën. Kryeministri Danov i Rumanisë. Populli rumun është fantastik, jeni fantastik, dhe shumica prej tyre vinë, punojnë në vendin tonë, ndihmojnë në vendin tonë, janë njerëz vërtet të konsoliduar. Presidenti Ojev i Uzbekistanit, ku është dhe një mik i imi, ka një prej emrave më të vështirë në histori,
Po, s'ka problem, nuk ka rëndësi. Vendi juaj po ecën mirë, ju po ecni shumë mirë, nuk ka asnjë problem. Pra sa herë që e takoj, gjithmonë këtë thotë që jemi mirë, nuk kemi probleme. Dhe sekretari i përgjithshëm To Lam i Vietnamit. Vietnami është një vend i jashtëzakonshëm. Është nder t'ju kemi këtu, është vërtet nder t'ju kemi këtu. Shumë respekte për vendin tuaj. Dua po kështu që ti shpreh mirënjohjen time së vendit presidentit J.D. Vance, një njeri fantastik, një talent i jashtëzakonshëm. Një student i shkëlqyer. Po të shihnit, disa prej njerëzve në ngjarjet në Münih, shumica nuk ishin as diplomuar. Një grua atje, e re, rrejse nuk u përgjigjej dot pyetjeve. Dhe në fakt nuk doli aq mirë sa që doli J.D. në kolegj, që e mbaroi për 2 vjet, pastaj shkoi në Yale, u diplomua në krye të klasës së vet. Por në Yale ishte vetëm një person që ishte pak më parë se ai dhe pastaj ai u martua me të. Mua më pëlqen në fakt të them që J.D. është i pari dhe Usha vinte e dyta, se jam paksa si parahat them ndryshe. Megjithatë ai është njëri i shkëlqyer, miku im. Kemi një grup fantastik njerëzish të kabinetit, shumë prej tyre janë këtu, por J.D. ka qenë i shkëlqyer. Faleminderit shumë. He says his mind. Now then we have the opposite extreme. You have your friend sitting in the back, your best friend sitting in the back. Kemi në fakt Marco. Edhe mikun tënd më të mirë që është ulur pas teje, Marko, i cili në fakt i bën gjërat me të butë. Por rezultati është i njëjti, gjithmonë ja del. Marko, duhet ndihesh krenar për 2 ditë më parë në Münih. Në fakt, unë isha krenar sa që gati e pushova nga puna. Sepse thash, pse nuk arri deri aty. Po, të lutem Marko, mos dil më mirë se sa ç'dole, se ndryshe je jashtë qytetit. Unë dua në fakt që njerëzit e mi të bëjnë, t'ja dalin në mënyrë shkëlqyer, edhe të gjithë përgëzimet që merr Marko J.D. krahasuar me të tjerët që ishin aty, siç e thash. Një grua nuk mundi të jep as përgjigje, dhe nuk mund të thoshte që po e studioj dhe ju përgjigjem javën tjetër. Unë mendoj që ajo përgjigje mund të jetë një përgjigje që i jep fund karrierës, sepse për 25 vjet nuk mund t'jap një përgjigje të tillë, sepse nuk ishte e mirë. Dua të falenderoj J.D.-n, dua të falenderoj sekretarin e shtetit Marco Rubio, dua të falenderoj të dërguarin e posaçëm për paqen Steve Witkoff, që ka qenë i jashtëzakonshëm. Unë e mora Steven sepse ishte një zhvillues shumë i suksesshëm dhe pash diçka tek Stevie që gjithë e donin, një negociator i jashtëzakonshëm. Në fakt, në këtë fushë, pasurisht paluajshëm shumica e urej njëri tjetrin, ashtu siç edhe ndoshta në këtë dhomë, por çdo zhvillues, edhe ata, pra, më të këqinjt, e duan Steven. Më kujtua një gjë e tillë. Dhe në fakt kisha edhe ca konflikte që duhet i sheshoja në botë dhe i them Steven, si mendon të jesh Kissinger i ri? I always say Henry Kissinger, who was one of the great leakers of all time, by the way, Richard Nixon said to him, Henry, who's leaking all this stuff? Që nuk nxjerr informacion, sepse Kissinger ishte një nga ata që nxirrte më tepër informacion në gjithë kohën, madje, edhe Nixon i tha Kissinger, kush i nxjerr të gjitha këto? Ai thoshte nuk e di, por Witkoff është ndryshe, e duan të gjithë, Ukraina e do, Europa e do, Rusia e do. Në fakt, nuk e njihte presidentin Putin.
përcaktua, u vendos një takim dhe mora në telefon, pastaj thash kush edhe një orë të tërë kur Stifi është ende në takim. Ju thash të më marrë në telefon momentin që mbaron, 3 orë, 4 orë. Në takimin e parë, zgjati 4 orë, ky është talent. Dhe shkojnë mirë. Pavarësisht nëse njerëzit ju pëlqejnë ose s'ju pëlqejnë dhe me Putinin dhe me Zelenskin shkojnë shumë mirë. Stivi ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Mendoja që kjo do të ishte e lehtë, sepse kam një marrëdhënie shumë të mirë me presidentin Putin, me presidentin Xi të Kinës. Dhe normalisht, herën e fundit, kur shkova në Kinë, presidenti Xi më trajtoi kaq mirë, bëri një shfaqje që se kisha parë kurkund. Pra, ishin të gjithë kaq serios, gjitha ajo shfaqje, të gjithë forcat të cilat ishin të renditura në ndërsa që i thashë në qoftë se do ta ulnin pak kokën mund të luaje edhe Bilardo në kapelet e tyre. Witkoff solli me vete Jaredin, i cili ishte përgjegjës për marrëveshjet abrahamike dhe e bëm dhe Jaredin të dërguar për paqen. Të pak në them që jemi të mbuluar kur vjen fjala për nivelin e inteligjencës. Kanë zhvilluar takime shumë të mira, takime mjaft interesante. Dhe edhe me Iranin ka takime dhe ka marrëdhënie të mira tashmë dhe me përfaqësuesit e Iranit. Gjatë viteve, natyrisht ka rezultuar jo e lehtë që të kemi një marrëveshje kuptim plot, por duhet ta kemi një të tillë marrëveshje. Megjithatë, kemi marrëdhënie shumë të mirë me përfaqësuesit e Iranit, kemi marrëdhënie shumë të mirë me përfaqësuesit e tjerë, për shembull si shembull Kosova, Serbia. A mund të ngriheni? Ju lutem, Kosova dhe Serbia, çfarë pune? E vlerësojmë. Dhe po shkoni mirë dhe kur nuk shkoni mirë, më merrni në telefon. Faleminderit shumë. Dhe edhe një herë Pakistani dhe India ishte vërtet diçka shumë e mirë. Ju lutem ngrihuni në këmbë vetëm për 1 sekond. Pakistani dhe India. Pola me kryeministrin Modi, ai është vërtet entuziast, po na sheh. Egjipti dhe Etiopia. Ndoshta duhet aty ku do të ndërtohet një digë, ndoshta më e madhja në botë, ndërtuar e financuar në mënyrë brillante nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është situatë e vështirë, por do ta zgjidhim edhe këtë. Armenia dhe Azerbajxhani. Folëm për ta. Faleminderit shumë. Punë e shkëlqyer. Kambodža dhe Tajlanda. E jashtëzakonshme ajo çfarë keni bërë. U bët bashkë dhe ndërkohë janë këtu. Në fakt, Kambodža dhe Tajlanda ishin vërtet luftues të ashpër. Më duhet t'ja u them. Ju në fakt jeni të mirë krahasuar me ta Kongo dhe Ruanda. Dhe arritëm që t'i bënim të pashtë me njëri tjetrin. Ka ndonjë ndezje tensionesh aty këtu. Kam përshtypjen që do t'i sheshojmë dhe ato apo jo, Suzi. Izraeli, siç e dini,
Izraeli dhe njësër vëndesh, po duhem të themi kështu, por Irani, duhet parë se ku do të shkohet. Në fakt, gjëja më e madhe është që kemi paqen e lindjen e mesme këtu. Për 3.000 vjetë nuk patëm një situatë të tillë, e patë se çfarë ndodhi në Gazë. Dhe një prej gjërave kryesore ishte marrja e modeleve e bombarduesve B-2 që hynë në Iran dhe shkatruan potencialin e tyre bërthamor. Dhe në momentin që shkatruar kjo patëm paqe në lindjen e mesme, sepse më parë kishte veç një re të zezë. Vende si Arabia Saudite, si Katari, askush nuk mund të bënte gjë dhe nuk mund të kishim paqe në lindjen e mesme. Tashmë mund të shkojmë një hap më përpara dhe mund të arrijmë një marrëveshje të cilën do ta zbulonin ndoshta 10 ditë më pas. Takimi i sotëm tregon se pa me udhëheqje çdo gjë mund të bëhet e mundur. Në momentin që erdha mora mandatin Gaza, njerëzit në fakt vriteshin, ndërkohë që me njerëzit e mrekullueshëm në këtë dhomë 59 të tillë do të bëjmë vërtet shumë dhe me këta njerëz lufta në Gaza ka mbaruar, ka flaksa të vogla. Hamasi ka përshtypjen do të dorëzojë armët ashtu siç ka premtuar, në qoftë se jo, atëherë do të ndëshkohen shumë ashpër nëse nuk e bëjnë këtë. Në qoftë se nuk ju vjen keq të vdesin, po më thonë që kjo është e vërtet, se ka njerëz që thonë që s'duan t'ja di nëse vdesin, jo, sepse gjithë thonë nuk duam të vdesin. Armë pushimi u vendos dhe çdo peng u kthye. Mendojini, ishte kaq e pamundur. Dhe në fakt kishim kthyer qindra të tillë, por ju thash Stevie dhe Jaredit që i fundit do t'jetë shumë e vështirë. I morëm mbrapsht, pra u kthyen të gjallët, u kthyen edhe të vdekurit, premtuar që do t'i ktheni të gjithë. Gërmuan, mendoni çfarë pune mizore. Dhe Hamasi bëri pjesën më të madhe të kësaj pune. Dhe sollën edhe të fundit në atë një javë më parë, dhe i kemi të gjithë, të gjallë e të vdekur. Familja, një nga familjet e dinte që djali kishte vdekur dhe donin që ta kthenin, si të ishte gjallë. Dhe kur e morën, patën trishtim të madh, por dhe gëzim të madh, si shumica e njerëzve që u kthyen. Por janë kthyer dhe njerëz të tjerë më parë, Steve, për cilët nuk flitet, pra kemi bërë një punë të jashtëzakonshme. Pra shumë vende na kanë ndihmuar që të arrijmë të sukses monumental, duke shpëtuar jetë të panumërta dhe duke sjellë paqen, konceptin e paqes, sepse askush nuk mendonte që paqja në lindjen e mesme do të ishte e mundur, edhe unë kështu e kam menduar, por ja që rezulton që nuk është kështu. Kemi pak punë për të bërë me Iranin, ata nuk mund të kenë armë bërthamore, shumë e thjeshtë, nuk mund të ketë paqen në lindjen e mesme në qoftë se ka armë bërthamore, pra ata nuk mund të kenë armë bërthamore dhe ju është thënë shumë fort një gjë e tillë. Qysh prej tetorin e kaluar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmjetësuar ndërtimin e një sasie të madhe ndihme humanitare në shifra që nuk janë parë më parë. Në nëntor, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi Bordin e Paqes dhe në Davos ne mirëpritëm rreth 24 anëtar në këtë organizatë të rëndësishme, po punojmë shumë ngushtë me Kombet e Bashkuara. Në fakt, pak më parë, fola me sekretarin e përgjithshëm, një njeri i madh, kam një marrëdhënie shumë të mirë
me të përveç se fjalës së fundit ku më fikën teleprompterin. Pra, isha përballë të gjithëve ju njerëzve dhe nuk kisha një teleprompter. Dhe e dija që ishte problem sepse kisha fjalimin më të bukur të mundshëm në teleprompter. Dhe në momentin që po flisja, atëherë teleprompteri u fik. My hand on a certain part of her body, and I was able to stop my fall. Otherwise, because she had no trouble. I said, boy, that was a very sharp. Pra ishte një ndales shumë e menjëhershme. Dhe në fakt, ndodhi edhe me shkallët lëvizëse përpara se sa unë të shkoja, dhe mu desh natyrisht që të mbasha që të mos të bija. Në fakt, Melania e kuptoj më përpara, dhe nërkohë ka një film, ka ndjerë një film. Dhe në fakt i kam thënë që nuk ka vënd për 2 yje në një familje, nuk mund kemi 2 yje në një familje. Nuk e di çfarë të thotë kjo, por nuk është mirë. Megjithatë është mirë, sepse jam krenar për të populli Shteteve të Bashkuara e do e dashuron zonjën e parë. Pra, sallat e kinemave janë plot, gratë sidomos shkojnë e shohin 2 herë, 3 herë, 4 herë filmin, por së bashku jemi të angazhuar që të sigurojmë që Gaza të qeveriset si duhet. Në fakt, shumë vende nuk kanë të bëjnë me Lindjen e Mesme, por në momentin që janë pranë, duan të rrinë, dhe thonë, domethënë që duan të luftojnë, dhe në qoftë se ka nevojë, mund të sjellin ushtar, por ndërkohë nuk mendoj se është e nevojshme. Unë ju kam thënë që nuk mendoj se do të jetë e nevojshme, sepse Hamasi, ndërkohë, më ka premtuar që do të dorëzoj armën, duket sikur nuk po e bëjmë, por do ta zbulojmë dhe këtë gjë. Duhet japim fund radikalizmit dhe sot për t'i dhënë fund, pra, po flasim që Kazakistani, Azerbajxhani, Arabia Saudite, Kuvaiti e të tjerë janë të mirëpritur të kontribuojnë dhe kanë kontribuar më shumë se 7 miliard dollar për të siguruar lehtësimin e situatës. Faleminderit shumë. Shumë të tjerë po kontribuojnë gjithashtu, por sa po ka nisur, ky është takimi ynë i parë, por çdo dollar i shpenzuar është investim në stabilitetin dhe shpresën e një rajoni harmonik, është një rajon kaq energjik, me njerëz të jashtëzakonshëm, pra jemi në prag të një lindjeje të mesme në harmoni. Lindja e mesme është e jashtëzakonshme, ka miq nga lindja e mesme që janë shumë të zgjuar, ndonjëherë shumë energjik, më energjik se ç'duhet. Ja u them edhe të tjerëve, jeni pak më energjik se ç'duhet, por janë njerëz shkëlqyer. Bota po pret Hamasin. E vetmja gjë që pengon aktualisht është Libani, me disa gjëra për cilat po punojmë dhe është shumë e rëndësishme, na duhet të zgjidhim problemin e Libanit, por është relativisht problemi vogël në krahasim me ato çfarë është bërë. Dhe në fakt kyçi është që të hiqnim potencialin bërthamor, sepse Irani e ka pasur gjithmonë dhe ne këtë donim të largonim. Shumë miq nga Europa që marrin pjesë sot e që donin vërtet e ishin të prirur të ishin antar me drejtat plota dhe të gjithë donin. Në fakt, Europa është vendi nga vijnë shumica në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi një marrëdhënie shumë të mirë dhe personi në krye të NATO-s është njëri fantastik, po bën një punë të shkëlqyer. Jam entuziast të them se Norvegjia ka rënë dakord të organizojë një aveniment që bën bashkë për ordin e paqes. Kur e pash dhe pash Norvegjia, mendova se do të më ftonin që të më jepnin çmimin Nobel.
kjo është më pak entuziazmuese. Kjo që thash ishte më pak entuziazmuese, pra jam entuziast dhe deklaroje kështu më radhë. Megjithatë nuk dua t'ja di për çmimin Nobel. Dua t'ja di për të shpëtuar jetë. Ka një gjë që unë nuk e dua, nuk dua të shoh njerëzit të vriten në çdo cep të botës, e afër e larg Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe nëse unë mundem që të shuaj lufta do ta bëj, sepse janë njerëz. Ashtu siç kryeministri tha, 25 milion njerëz, ndoshta mund të jetë një shifër e vogël krahasuar me të përgjithshme, por unë dua të shpëtoj jetë dhe nuk dua t'ja di për çmime. Zyra e Kombeve të Bashkuara për bashkërendimin e ndihmës humanitare po mobilizon $2 miliard për mbështetjen e Gazës. Përveç kësaj, Japonia është zotuar që të organizojë aktivitete për mobilizimin e fondeve që në fakt janë të suksesshme tashmë dhe që ku do të marrin pjesë edhe vendet të tjera si Korea e Jugut, Filipinat, Singapori, që janë edhe vendet tjera në rajon, edhe Kina e di që do të përfshihet. Edhe në qoftë se ata që s'janë përfshirë deri më tani e di që do të përfshihen të gjithë. Të gjitha anët duhet të bëhen bashkë, sepse nuk ndihmon që ata të kenë ideologji të ndryshme. Po kështu kam kënaqësi që FIFA do të ndihmojë, të mobilizojë një vlerë për 75 milion dollar për projekte në Gazë dhe besoj që do të ketë të bëjë me futbollin. Kam përshtypjen që do të shkoni, të gjitha yjet do të shkojnë. Në fakt, unë kam takuar një prej yjeve tuaj, futbollit, në zyrën time, në shtëpinë e bardhë. Pra, Johnny do të sjellë yjet e futbollit në zonë dhe në fakt populli i Gazës i njeh të gjithë ata. Në fakt, pasi të detajohen gjitha gjërat, mund vje dhe unë me ju atje të falenderoj FIFA-n dhe Gjanin për të gjithë atë çfarë po bëjnë. Në fakt janë të parët që më dhanë një çmim paqeje. Kam përshtypjen që në momentin që Norvegjia më shkënjeu, ata thanë po japim ne një çmim paqeje, që ishte diçka shumë e zgjuar. Vendet e përfaqësuara këtu sot nuk po zotohen vetëm me para, disa të tjerë zotohen me angazhimin e personelit, e mbështetjes për armëpushimet, sepse në fakt nëse kemi paqe që mund të shpërthej për 2 javë, atëherë nuk ka vlerë. Në këtë drejtim, Indonezin dua ta falenderoj, faleminderit Indonezi. Vendi madh. Shije sa i fort duket. A mendoni se është i lehtë? Edhe kur ja themi, nuk e ka problem. Është i fortë dhe është shumë i zgjuar, dhe të jesh i zgjuar është më e rëndësishme. Maroku, faleminderit shumë. Ajo çfarë po bëni është e shkëlqyer. Shqipëria, Kosova, Kazakistan, të gjithë janë angazhuar me personel ushtarak e policor për të stabilizuar Gazën, ndërkohë që edhe Egjipti do të ofrojë mbështetje dhe trajnim trupash, gjithashtu edhe për stërvitjen e policisë të besuar palestineze, sepse po marrin njerëz për këtë forcë. Mendoni paqja në lindjen e mesme, keni dëgjuar për vite të tëra dhe të gjithë thoshin që është e pamundur, ndërkohë që të gjitha këto vende po punojnë së bashku për vizionin e një lindjeje të mesme që nuk ka më ekstremizëm. E me qëra fjale, edhe njerëzit që predikojnë ekstremizmin janë të lodhur, të ezauruar. Ka kaq shumë kohë që vazhdon, dhe ata janë të lodhur, duan paqe. Tashmë është koha që dhe Irani të bashkohet me ne në një rrugtim që do të plotësoj këtë që po bëjmë. Në qoftë se bëhen me ne, do të ishte shkëlqyer, po edhe në qoftë se s'bën me ne është prapë mirë, po do të ishte një rrugtim krejt ndryshe, por nuk mundet që të kërcënojnë stabilitetin e të gjithë rajonit. Ata duhet të bëjnë një marrëveshje, apo në qoftë se nuk ndodh, por do të ndodhin pastaj gjëra të këqija.
Me angazhimet e sotme, just convene countries, it devises and implements and real solutions happen. këto bashkime që sjellin vendet bashk, nxjerrin dhe zgjidhje. Ne dalim me zgjidhje, ka shumë pak fjalë, e më shumë vepra. Më përpara kishte më shumë fjalë, shkojnë në lindjen e mesme, pastaj shkojnë në shtëpi dhe nuk bëj asgjë aty. Ne po ofrojmë një model se si vendet sovrane mund të bashkëpunojnë për të zgjidhur problemet në rajonin tonë. Bordi i Paqes tregon se mund ndërtohet një ardhme më e mirë duke nisur nga kjo sallë dhe duhet ju them që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të japin një kontribut prej $10 miliardë për Bordin e Paqes. Kemi pasur një mbështetje shumë të madhe dhe numri është një numër apo shifra është mjaft e vogël kur e krahason me koston e luftës. 2 javë lufta. Natyrisht që është një shifër më e vogël. Ne u angazhuam për 10 miliardë dhe ndërkohë të punojmë për sill harmoni në një rajon të torturuar nga sheku i lufte. Dhe me shpresë do t'i ngrëmë sytë e botës të shohin një vizion ku konfliktet mund të zgjidhen. Në fakt, shumë konflikte na shton se nuk mund të zgjidhen. Shumica e konflikteve që kemi zgjidhur deri tani na kanë thënë që janë të pazgjidhshme, por ja që janë zgjidhur për punë ditësh. Dhe unë mendoj që kjo është një rrugë mrekullueshme, mendoj që kjo është një ditë shumë e bukur. Çdo gjë është e bukur. Plagët e vjetra mund të shërohen dhe janë vërtet vjetra duke qenë se ka shekuj që vazhdojnë të jenë të hapura dhe ndërkohë mund të krijojmë një vend më të bukur e më të paqët për të gjithë ne. Do të punojmë shumë ngushtë në Kombet e Bashkuara. Mendoj që Kombet e Bashkuara kanë potencial të jashtëzakonshëm, vërtet potencial të jashtëzakonshëm, por nuk kanë përmbushur potencialin e tyre të plotë. Megjithëse këto luftra, një ditë nuk do të jem këtu dhe Kombet e Bashkuara do të jetë më të forta dhe Bordi i Paqes ndoshta do të shohin nga Kombet e Bashkuara për të siguruar që të funksionojnë siç duhet. Në fakt, ata kanë nevojë për ndihmë, kanë nevojë për ndihmë edhe në para për të siguruar që Kombet e Bashkuara të mund të ecin e të funksionojnë. E kam thënë për vite sidoqoftë që Kombet e Bashkuara kanë potencial të jashtëzakonshëm, shumë njerëz nuk ju pëlqeu ajo çfarë thash. Dhe menduan se ne nuk donim t'ja dinim për Kombet e Bashkuara, jo, janë shumë të rëndësishme. Por, dita kur vërtet do të shfrytëzojmë plotësisht potencialin e tyre do të jetë një ditë e madhe. Pra faleminderit që jeni këtu, jeni miq të mi, jeni udhëheqës të mëdhenj, jeni njerëz të mëdhenj. Dhe shumë ndershmërisht mund të them që ju jeni njerëz të fortë, udhëheqës të fortë dhe çdo kush, gjithsecili që shoh këtu e kam njohur, e respektoj dhe jeni të gjithë miqtë e mi dhe nëse mund t'ju ndihmoj më thoni, por kjo do t'jetë diçka Bordi i Paqes, do t'jetë diçka siç asgjë tjetër që kemi parë ndonjëherë. Faleminderit shumë. Ndërkohë tashmë do të vi JD Vance që të thotë disa fjalë. Faleminderit.